Praktikisht në Shqipëri ka vdekur demokracia. Praktikisht në Shqipëri është rivendosur tërësisht 100% diktatura e Enver Hoxhës. Me të tëra të zezat e saj, por me një plus, se në kohën e Enver Hoxhës njerëzit ishin të tërë të varfër, sklever, sot kjo diktaturë ka nxjerrë në krye ish drejtuesit e partisë Enver Hoxhës, komunistët shqiptarë ka nxjerrë në krye dhe i ka bërë milioner dhe miliarder, dhe popullin e varfër e ka katandisur o të marrë rrugët e mërgimit, ose të nënshtrohet këtu të jetoj me bukëthat, me bukë me qep, me ç'të gjë, me ç'të haj. Pra, populli jeton në diktaturë dhe nga momenti që jetojmë në diktaturë, atëherë mos prisni drejtësi. Ju thoni çfarë do bëj gjykata kushtetuese me këtë zonjën Balluku. Në ndryshim me diktaturën e Enverit, që Enveri për një gjë më të vogël i çonte në litar dhe në pushkatim hajdutët dhe vjedhësit, dhe kam parasysh të ashtu quajturin Beu i Saukut, ju nuk e dini, po para një 40 vjetësh është dënuar një qytetar në Sauku i Tiranës, sepse diçka i kishin dalë deficit në magazinat e tij, ishte magazinier, dhe u dënua me vdekje. Ndërsa sot mund të vjedhin, mund të grabisin, mund të bëjnë çfarë të duan dhe nuk japin llogari. Që të dalë me gjithë këto probleme sipas Spakut dhe sipas Byros Kombëtare të Hetimit. Nuk e di, si kam parë në dokumentat e zonjës Balluku, por që të akuzohet zonja Balluku për të tilla grabitje, për të tilla vjedhje, për të tilla mungesat monstruoze të parave të shtetit e të taksapaguesve shqiptar, dhe të mos dënohet, por të mbrohet me ligj, të mbrohet jo me ligj, se ligji nuk e mbron atë, po të mbrohet me kështu dua unë, sepse unë shteti jam unë, thoshte Luigi 14, në këtë situatë jemi. Edi Rama thot shteti jam unë, dhe dënoj këtë dua, fal këtë dua, çoj këtë dua, lë këtë dua. Pra, praktikisht nuk vepron drejtësia, drejtësisë janë lidhur duart, ndash gjykatës kushtetuese, ndash Spaku, ndash kujtdo tjetër. Janë lidhur duart, nuk bëhet dënime, nuk bëhen arrestime, nuk bëhen akuza, nuk i bën asgjë. Thjesht bëjnë lojë fjalësh, tallen me njerëzit, shqiptarët si mendjelet që janë, se po e them, se më vini natë, e them, po e them se është e vërtet, si mendjelet që janë ose që janë në gjumë letargjik, nuk ndjen se në të gjithë botën një rast e tillë do ishte ngritur i gjithë popullin protest, dhe do thuaj ktheni parat. Kjo gjë në Shqipëri nuk ndodh. Nuk ndodh, jo vetëm kjo, por nuk ndodhin gjëra edhe më monstruoze. Edi Rama thot se drejtësia është duke i cënuar cilësinë e qeverisjes dhe nëse i heq numrin 2, siç është Belinda Balluku, është duke i prishur punën e qeverisë. Në këtë rast ju si e shikoni, sa punë ka prishur deri më tani fakti që Spaku e ka pezulluar nga posti i zëvendës kryeministren, sa punë ka prishur Edi Ramës dhe vetë vendit? Spaku realisht i ka prishur punë pushtetit e Edi Ramës. I ka prishur punë diktaturës së Edi Ramës. I ka prishur punë vazhdimësisë së vjedhjeve të Edi Ramës nëpërmjet zonjës Balluku. Sikur se thot Shtypi, nuk marr përsipër asgjë, vetëm me ç'dëgjojmë dëgjojmë në media. Pra, Edi Rama është goditur atje ku i dhëm më shumë. Pra, drejtësia unë bërë një lëvizje, tërbulloi pak ujërat, por nuk ka përfunduar asnjë. Dhe Edi Rama praktikisht Ballukun e ka akoma ministre, atë Erion Belin e ka akoma kryetar bashkie, këta nuk njohin dorëheqjen, këta nuk njohin drejtësi, këta nuk njohin asgjë. Zotëri, jemi në diktaturë të plot, në diktaturë gangsterësh, në diktaturë hajdutësh, në diktaturë të vendosur nga krimi, nga bota e krimit, jo në diktaturë të vendosur nga idealist. Këtu s'ka ideal, këtu ka vetëm vjedhje, këtu ka vetëm kush të vjedh më shumë. Pra, në këtë rast, po. Në këtë rast në filozofinë e tij, zotëri, Edi Rama ka atë thënie të Luigjit 14. L'état c'est moi. L'état est moi.
pra unë jam shteti. Dhe praktikisht Edi Rama shteti, se në asnjë vend nuk kontrollohet, në asnjë vend nuk jep llogari, në të tëra drejtimet është ai vetë zot, vetë shkop. Kush e kërkoi llogari s'ka, dhe drejtësia akoma nuk është e damllosur, pse them kështu e paralizuar, sepse au arrestoa Sali Berisha, tani në zonën të lirë, kur gabuan, kur arreston apo tani që në zonën të lirë, të na thonë, kur kanë gabuar me Sali Berisha. Sepse këtu po bëjnë gjëra të habitshme dhe s'flet njëri, ndërsa e ashtu quajtura opozit hajdutësh, opozit banditësh që kanë bjerë më tepër se sa këta që po vjedhin tani, lufton pse nuk shpërndajnë tendera, pse nuk marrin tendera, pse nuk vjedhin do. Që në fakt vjedhin, bashkëpunojnë bashkë, kullat i kanë bashkë në Tiranë, i kanë bashkë kullat me Sali Berishën, që të gjitha, pa përjashtim, të gjitha ndërtimet e bizneset e tjera kanë bashkë, por i kanë pa zhurmë pa bujë. Shqipëria është në ditë hallit. Shqipëria ka mbaruar, ta dëgjojnë qytetarët shqiptarë, Shqipëria praktikisht ka mbaruar si shtet. Zoti Islami, në këtë rast, a është duke mbrojtur veten e tij Edi Rama se në një rast caktuar nëse bie Belinda Balluku në një mënyrë ose në një tjetër, ai do duhet shkojë përballë drejtësisë? Ai e kishte shumë të lehtë, në qoftë se vetë do ishte i pastër, e kishte shumë të lehtë dhe shumë të pastër, fakti që u akuzua zonja Balluku, po dakor, ka dhënë urdhër prokuroria që të merret në hetim me pandehur, po atëherë e zëvendëson me një tjetër se nuk humbi partia në pushtet për hajdut të tjerë, ka sa të duash. Por jo, me Belinda Ballukun atë e lidh tjetër gjë. Me Belinda Ballukun e lidhin aferat korruptive, hajdutllëqet, vjedhjet dhe gjithçka që është bërë në punës të shqiptarëve. Pra, është kjo arsyeja që nuk e lëshon Belinda Ballukun ai. Po këtu s'ka drejtësi, s'ka shtet, s'ka demokraci, s'ka si gjë mu. Nuk i thot njëri gjë që kjo që po bën. Kush i thot, asnjë si thot. Del Sali Berisha dhe vërtet natë për natë atje po bëj foltore, thot, vetëm flet. Do kalojmë edhe te opozita dhe vetë Berisha, po në këtë rast, sa i përket çështjes Balluku dhe ndërhyrjes në sistemin e drejtësisë nga ana e kryeministit Edi Rama, vetë shoqata e gjyqtarëve në një mbledhje që ka pasur ditën e sotme ka dënuar deklaratat e kryeministrit Edi Rama duke cilësuar ato si presione dhe ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Në këtë rast, a do ta stopoj kjo Edi Ramën dhe që të bëjmë mbrapsht me deklaratat e tij kërcënuese deri diku ndaj sistemit drejtësisë sa i përket rastit të Belinda Ballukut? Çfarë pushteti ka shoqata e gjyqtarëve? Ka ndonjë pushtet? Mund të vendos për marrë ndonjë vendim, të vendos për ndonjë absolutisht asnjë. Shoqatës. Shoqatat janë shoqata. Siç është shoqata Bilal Golemi në Gjirokastër, ashtu është shoqata e gjyqtarëve. Nuk është për të qeshur. Shoqata. Po gjithsesi ka reaguar sepse një reagim duhej ndaj deklaratave politike ndaj sistemit drejtësisë. Po pse pak reagojmë neve? Jo, këtu s'ka nevojë për reagime. Reagimet janë të përditshme, i thonë qytetarë shqiptarë. Shkoni bëni një, si thonë asaj Vox Stop, si thonë në Vox Pop. Shkoni atë bëni një intervistë të qytetarëve të shifni se çfarë do thonë. Edhe çfarë po thonë bërditë. Edhe me aq sa lejohen, aq sa lejojnë mediat e mëdha që janë në dorë të Edi Ramës. Jo zotëri, shoqata është shoqatë, s'ka asnjë gjë në dorë, thjesht më ka thënë nëna me lagojnë, tha njëri në Tiranë. Nga ana e tij Edi Rama ai është përgjigjur vetë, po themi në një mënyrë indirekte kësaj deklarate të shoqatës gjyqtarëve, duke thënë se për sa kohë sistemi i drejtësisë pra kërkon që t'i cënojë qeverisjen, edhe ai ka të drejtë jap opinionin e tij. Në këtë rast, ju si e shikoni vetë fatin e Edi Ramës përballë sistemit drejtësisë, a do ketë një moment që Spaku mund të veprojë kundrejt tij? Jo. Pra që kohë sa Spaku emërohet nga ky parlament dhe nga ky pushtet, nga ky ekzekutiv, absolutisht asnjë gjë se gjen Edi Rama. Fare. Mos gënjejnë veten. As mos na gënjejnë kush thotë që do ta arrestojë do dy asnjë gjë si bëni. Se po që për t'i bërë kështë e bërë me kohë, faktet i kam, provat i kam, të tëra janë gati. Asë një gjë si bërë, nuk e gjën gjë zotëri. Nuk përmbyset Edi Rama ashtu. Edi Rama po nëse fundoset Belinda Balluku?
do bërë një Belind tjetër, sa Belindra ka ai atje në parti, ka sa të duash, të cilat mund të zvendësojnë këtë Belind. Nuk është. Jo, këto mund ta kishte bërë me kohë, po duket sikur i friksohet kësaj gjëje, sepse nëse ikën Belinda rrëshket ai me sa duket. Po ta thash pak parë, ai Belind nuk e mban se i dhimbse Belinda ose se i dhimbse se do mbetet qeveria pa i thënë kryeministër. Jo zotëri. Po pra, në rastin e Ahmetaj, po. I kanë ai bashkë me Belindën. Në rastin e Ahmetaj nuk u dhimbsej shumë. Keni parasysh deklaratën e Belindës që i tha, zotëri nuk të lejoj, unë i tha, ti i tha nuk ma bën dot mua si që ja bëri babai ju të gjyshit tim, i tha për Bekir Balluku. Ajo ja dha pas të fare troç, është të nëmëresh ajo në këtë pikun i heq kapellën. Dhe ajo prandaj bën presion këti dhe mirja bën, se ajo nuk i kën pa hoxhë të mineve. E ke parasysh që hoxha kur des njeri vete i këndon salavatin atit e varri, edhe ajo nuk i kën pa hoxhë. Kështu që Edi Rama e di mirë këtë punë. Ndaj, nëse ka njeri në këtë planet të cilit ai trëmbet si shejtani nga Temjani, është Belinda Balluku. Ndaj nuk e lëshon. Ndaj dhe ai shkel të tëra ligjet, të tëra rregullat, të bërë gjithçka me kushtetut, me kod penal, me drejt me dbir, nuk pyet fare, se është në krye natyrisht, ka dhe atë bandën e strukturuar për bukuri që e mban afër dhe që e mban në krye, domethënë piramidës, dhe nuk e gjen gjë. Mund t'i këtë Edi Rama nëse në Partinë Socialiste do krijojë një koalicion, një fraksion me rreth 40-50 vetë, ti thot pa i qero tani se boll natur provë neve se atje mund të ketë socialistë të ndershëm. E ti thon ti ke vështirë, nuk ta kemi borxh që të na nxjesh faqen tëre, nuk ta kemi borxh që të na vësh emrin Hajdut. Mirë po, të tërë ata e ngjyen nga një çik gishtin, e futin lugën në çorë të prishur, edhe prandaj kjo situatë këtu. Se s'ka njerëz të ndershëm dhe burra shteti dhe gratë trime që ti thon stop, kush je ti? Zoti Islami, nëse gjykata kushtetuese vendos në favor të gjykatës posaçme, pra lë atë vendim gjykatës posaçme që sipas cilës Belinda Balluku pezullohet nga posti i zëvendës kryeministres, a është ky fillimi i fundit të vet Ballukut dhe a do të ketë ajo fatin e gjyshit saj në thonjza nëse spaku shkon më tej? Jo. Edhe nëse gjykata kushtetuese do vendos në favor të gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Edi Rama do ta çojë çështjen në Strasburg. Siç vate ju drejtua Komisionit Venecas. Ore, ai do t'i bëjë të tëra pislëqet me qëllim që se po dridhesin e përka në Shkop ai tash. Do t'i bëjë të tëra që të mbetet në pushtet. Prandaj unë nuk kam asnjë lloj mendimi dhe shpresë se mund të lëviz Edi Rama nga pushteti me këtë grup politik që ka në Parlamentin shqiptar.